ky aktgjykim një sikur aktgjykimi i parë për vitin e kaluar që është rreth konstituimit ka do të thotë një hezitim për të shku gjanave deri në fund në dispozitiv, për të thonë, sepse vërtet nuk ka kuptim mos me tregu dispozitivi, arsyetimi e tregon. Unë besoj që është, unë nuk besoj ato që thonë, që po thonë balancimi, nuk është punë balancimi, arsyetimi është i qartë, është i qartë që flet për një antikushtetueshmëri të plot, por unë besoj ma shumë për shkak të trysnisë presiorit. Ata gjyqtarë këto që në vit e gjyq 2 është e pa shembull në Ballkan, po të them për gjyqësinë kushtetuese, këto raste që janë terrorizuar, janë sulmuar në mënyrë më brutale, më primitive, ke pas një pjesë 90-91, ke mujtë me pa në Belorusi, në Rusi, pak në Bullgari, në Slovaki, në Shqipni, ka qenë kur është formuar gjykata e parë, por jo kështu, jo me këtë metodë, vetëm në Rusi ka qenë kur e ka mbyll krejt. Jelcini. Presion i politikës? I politikës pasi. Këti pushtetis, diskutohet, do të thotë njerëzit, kur thëmë këti pushtetin, në kupton dhe presidentja dhe qeveria, do të thotë kanë qenë në papesueshme, do të thotë është në çdo nivel, me umar, me emra, me mbiemra, që gjyqtarë. Pavarësisht presionit, pajtona, pozërot se gjykata nuk do duhej të afektoj nga presioni. Unë s'po arsitoj, unë kam qenë aty ju e dini, ka pas presion ngjajshëm në një periudhë caktuar, do të thotë është bën nga rruga, atëherë është bën nga rruga, do të thotë pjesë e opozitës dhe në për fatkeqësi edhe një pjesë e kolegëve që ishin do të thotë totalisht padijshëm për gjanat thelbësore të gjyqësisë kushtetuese, por ka qenë pas primitive, ka qenë kërcënime, unë e dini, masi e konkret, do të thotë kur ka qenë çështja e Vlanit Muret fëmin, i kanë kërcënuar, ato kanë qenë publike, ishtin shumë gjana mos t'i kthejmë tash se i takon historisë, po unë s'po arsyetoj, unë veç po t'tregoj, përshtypja ime është kjo. Bos pjesëve që i ka jap në gjykim gjykata, se nuk e kanë po krejt kërkesën e qeverisë, është jashtëzakonisht profesionalisht e arsyetuar pse dekreti është jo kushtetues. Gjitha pikat dhe tërësisht ka qenë i bazuar. Dhe nuk e ka ndryshuar gjykata, e ka rrit sepse efekti i dekretit është zero. Nullitet ne, prapo e përsëris, quhet nullitet absolut. Gjykata e ka ruajtur karakterin? E ka ruajtur karakterin, po. Sepse, për ndryshe, po tek ishte leju, atë, unë po them, dekreti është dashur me qenë, shpërndaj parlamentin, jo shpërndahet. Pse thuhet shpërndahet? Sepse 2/3 e kanë shpërndar, kanë votu. Sepse nuk u zgjedh qeveria për herë dytë. Sepse nuk u zgjedh presidenti për 60 ditë. Krejt këto i ka konfirmuar gjykata të nenit 8, pik për pik. Dhe i ka thonë, përveç krahasimore, ato se unë ditën e parë kam thonë, që i qartë për qiellit që është jo kushtetues. Ka tregu edhe prapo e përsëris. Punimet përgatitore, krejt qysh ka evolu aja normë. Gjykata duhet edhe për faktin se, a sheni ju po abuzon jo, 5-6 hartus të kushtetutës, do të thotë ju e dini, kam dhonë mendime. Unë nuk kam qenë pjesa ati procesi, unë kam qenë rektor atere. Krejt këto punime përgatitore që unë prapo përsis, edhe unë i kam, dhe janë më kujdush me ja dhonë, këtë janë të kundër të matë që flasin në për studio, hartusit që kanë marrë pjesë në atë të këtë kundër ta. Edhe gjykata, merë në lexon gjykimin, thirret në punimet përgatitore, korrekt është, dhe edhe është kështu bindse, do më thonë njëra se si janë draftu, se si ka ordet e në aktualitet të dy, por burimi i së drejtës nuk guxon me qenë i papublikuar me motiv se ka zarar, unë jemi bindun që Kosova mund të dëmtu në të ardhmen Këshillit të Evropës, nëse ato nuk i bën çush i ka Këshilli i Evropës, se ka konventin e ka web faqe të punimit përgatitore, të kallëzon krejt qysh përdoren, sa faqe ka, e jap një summary, e jap një përmbajtje, dhe këto duhet më bo bashkëpunim me kuvendin. Ka pas një arsye që nuk është bërë kjo? Unë, të zonë, sa kam qenë kryetar, ne kena lyp 100 herë, dysarë. Dën budget, dën kapacitetet? Jo, ajo nuk thëshin s'ka. Kuvendin, zyrtarisht nga ka thonë s'ka. Në një moment, do në thot, privat jo në gjithë bajegit në kuvend, unë po thonë bajegit, se kom drejtë sa ato kurë si kusë ditë qështë ta për një moment, kuvendi i dorëzojnë në gjykat. Ndërprejnë e konsiderot jo kushtetuse
atër kur provohet, mund provohet se po bëhet me qëllim me i detyru deputet me votu në një drejtim të caktuar. Të është në rastin konkret. Në qofë se bëhet me një president konsensual, një njeri, një amën të respektuar të Kosovës rreth cilët mbledhen, ajo që është asë nuk shkon në gjykatë përfundon, do të mbyllet mirë. Ata që janë dy kundër kandidat mund të tërhiqen, se kërkush si len, si me zotin Kronjusa dhe zonjën Kolçaku, ta zonë. Këtë po flasë këto e në gjana, kur ka vullnet këtë. Në qofë se dojnë me kompliku, atër do të thotë, bojnë filma, qysh edhe po bojnë, edhe, por në standardin e sodit nuk mund të thuhet se është jo kushtetuese me ndër, po flasë bazuar në pacolli, do të thotë, sepse është problem me gjithë se këtu nuk ka një dispozit direkte që e prek, por e prek që është kundër kushtetueshmëria dhe që nuk është në pajtim me kushtetutën. Kur nuk është në pajtim me kushtetutën, është edhe tryma. Janë edhe parametra tjerë, për shembull jetës parlamentare që mund të Komisionit Venecias mund përdoren prapë për kthejnë atë punimet përgatitor dhe kështu me radhë. Dhe unë menoj që aty nuk është problem. Problemi është, jo, problemi prodhon krizë kushtetuese kur provohet me u imponu kandidati. Si s'po provohet, edhe për qeveri edhe për këto. Deputetët kanë dhënë 60 nënshkrime për 2 kandidatët që janë në garë, a mundën, për shembull, deputetët t'i tërheqin nënshkrimet që kanë dhënë për këta 2 kandidatë dhe t'i japin ndonjë kandidati tjetër. Po jo, ma letë është mu tërheq këta 2 kandidatë, sepse nuk pranon, dëgjën, kjo është tash po flasë politikisht. Po si mund është me pri për opozite, i ki 2 kandidatë pushteti, që i ka 61 votë, me i bo edhe këtë 2 kandidatë opozita me i qitë, edhe me najtë aty në salë, edhe 2 herë se djetë rezultati përfundimtare. Nuk shkan ashtu. Djetë se tash nëse dënë me zjetë ti me zarë, është kjo mënyrë. Dhe unë besoj kush ka pak dignitet, pe deputetëve nuk rrinë. Dhe thotë, nuk rrinë. Së është problemi këtu ma politikë, është problemi, po dalë po më bënë mu, dhe më honë po dënë me, ajo është nuk është qeverisja, është sundim. Kështu ka qenë edhe në asit. Problemi është në qofë se shko të atë rruga, unë besoj që ajo rrugë do t'jekën, ideja është sikur vitin e kaluar, do thotë me gjeneru simpati, vota, me rrytë votën, me thonë që këta janë, adin tash, qas po thojnë në për rjetë... Po mirë, atëherë, po thoni që në rast se tërhiqen këta kandidat, ato në nshkrime... Kërkursurinale ata. Nëse tërhiqen, ato në nshkrime deputetët mund t'ja japin dikuj tjetër? Pra, së diskutohet e pun, ato s'kanë kuptim ndryshe. Në që ose tërhiqen, këta duhet me gjithë kandidat tjerë në mrena 34 ditëve, so kanë metë, ta shka njësë me ecë këto ditë pe sodi, edhe me këqyrë mrena që aty në ditëve me kry punë. Po, mund t'japin në nshkrimet tjetër. Kujdo qoftë. Që mjerën vesh politike. Aja pun pa marrë veshte. Pra ndaj, shikoni, unë kam qenë edhe me shkrem në librat mija, edhe kështu, presidenti është ma legitim kërë zjedhët me 2/3 se sa më zjedhët direkt. Se herën e dytë, direkt zjedhët ty njeri që kur ti as nështë as vëzit se kështë marrë të bëhet presidenti Republikës.